Bisedë me dynjan. Jam transferuar nga një vend në një tjetër me qëllim që të shkëputesha nga dynjaja. U ërvata të largohem prej saj, por nuk munda. Ndryshova profesionin, ndryshova shtëpinë, ndryshova shoqërinë, ndryshova vendbanimin dhe shumë gjëra të tjera nga jeta. Megjithatë, dynjaja vazhdonte në zemrën time, duke më joshur e tunduar. Në fund, e kuptova se tiparet dhe cilësitë e saj nuk ndryshonin me ndryshimin e kohrave dhe të vendeve. Ajo mbetej, po ajo që kishte qenë. Shpesh herë, më mbërthente një dëshirë e zjarrt, që dynjaja të merrte formë para syve të mi. T'ia thosha gjërat copë dhe ta vrisja. Kështu do të shpëtoja një herë mirë prej saj dhe do e nxirrja nga zemra ime. Një ditë, teksa po qëndroja i vetëm, mu shfaq para syve dynjaja. Ajo më pyeti: "Çfarë dëshiron o rob i Zotit? Ja kum ke para syve." Gjithë keqardhje ja ktheva. Ndihem shumë keq që të dua. Jam pleksur keq me ty dhe nuk shqitem dot prej teje. Kjo është një ndjenjë natyrshme. Kush pretendon se nuk më do, është thjesht një gënjeshtar. Unë jam krijesë e Zotit dhe të gjithë më duan. Po si thua që kjo është një ndjenjë natyrshme? Po, është e natyrshme. Gabimi që bëjnë shumë njerëz është se më japin përparësi ndaj ahiretit. Po unë, a jam nga këta njerëz? Po, por ti ke disa cilësi të mira. Si mund ta kuptoj realitetin tënd? Nga thënjet profetike. Dynjaja është e ëmbël dhe e bukur. Profeti alayhis salam më ka etiketuar si të ëmbël dhe të bukur. Por për besimtarin e vërtet, unë jam një burg. Thot profeti alayhis salam: dynjaja është burgu i besimtarit edhe parajsa e jo besimtarit. Por unë shoh që disa besimtar jetojnë në luks dhe kamje. Me burg nuk kisha për qëllim burgun e hekurave, si që kuptove ti. Burg në këtë rast është fakti që besimtari e kufizon veten sipas urdhrave të Zotit. Prandaj Muhammed ibn Semak, Zoti e mëshiroft, ka thënë: "O biri i Ademit, që nga ky çast kur ke ardhur në ekzistencë, gjendesh në burg. Fillimisht ke qenë në burgun e shtyllës kurizore, mandej në barkun e nënës, në djep, në mejtep, edhe pastaj në burgun e sigurimit të jetesës së fëmijëve. Kërkoje rehatllëkun pas vdekjes, sepse edhe atje mund përfundosh në burg." Shumë e bukur, tani e kuptova. Po përse të kanë quajtur dynja? Nëse njerëzit duhet dinin kuptimin e vërtet e emrit tim, nuk do t'i josheshin nga bukuritë e mia. Emri im ka dy kuptime. 1. Diçka që shuhet shpejt. 2. Diçka e shëmtuar, sidomos nëse krahasohet me ahiretin. E si duhet të sillem me ty, me qëllim që të mos tundohem prej teje? Kjo është një pyetje e rrezikshme. Pasi për t'ju përgjigjur më duhet të bëj publik një nga sekretet e mia. Unë i gjuaj njerëzit herë me pasuri, herë me femra, herë me poste, dhe të gjitha këto janë pjesë e bukurisë time. Një karakteristikë e bukurisë është të qenit e përkohshme. Atë ka rastisur të shohësh në një dhëndër apo nuse gjithmonë të zbukuruar si ditën e dasmës. Përgjigju pyetjes time dhe mos i bëj bisht. Si duhet të sillem me ty që të mos tundohem prej teje? A vash, miku im, ç'ke nxiton? Tipari dhe cilësia më e rëndësishme që duhet ketë personi që ndërvepron me mua është vigjilenca dhe mendjempraktësia.
Unë jam prezente tek gjërat më të shijshme dhe tek epshet e ndezura. Ai që më përdor si urë për të mbërritur në ahiret, ka shpëtuar. Ai që më përdor si rezidencë të përhershme, ka humbur. Unë jam urë dhe jo rezidencë. Hasan el Basri ka thënë: bëni kujdes me angazhimet e kësaj bote, pasi angazhimet e saj janë të shumta. Sa herë që dikush hap një derë angazhimi, i hapen para syve edhe 10 të tjera. Atëherë më duhet të distancohem krejtësisht prej teje, me qëllim që të garantoj shpëtimin. Jo, nuk doja të thosha këtë. Me mua duhet të sillesh gjithë kujdes. Sa herë të hapet një portë e dynjas, hap një tjetër të ahiretit. Kështu, nuk do e harosh hisen që të takon nga kjo botë dhe do të ruash ekuilibrat si që të ka urdhëruar Zoti. Por, kam frikë. Mos ki frikë, thjesht mësohu si të ndërveprosh me hieshit dhe bukuritë e mia. Mos u bëj si që ka thënë Ibn Mesudi, Zoti qoftë i kënaqur me të. Pse, çfarë ka thënë Ibn Mesudi? Zoti qoftë i kënaqur me të. Ai ka thënë: mos flini natën si të ishit coftina, të raskapitur nga lodhja e ditës. Pra, mos punoni aq shumë sa që të mos keni fuqi të ngriheni natën për t'u falur dhe lutur. Ka njerëz të cilët janë të zhytur në çështjet e dynjas natë e ditë, pa menduar as pak për ahiretin. I pa fat është biri i Ademit. Nëse do i friksohej zjarrit, siç i friksohet fukarallëkut, do të fitonte xhenetin. Çfarë më këshillon të bëj? Të këshilloj ta kesh gjithmonë ndërmend ajetin kuranor. Jepu atyre shembullin e jetës së kësaj bote. Ajo është si uji që ne e lëshojmë nga qielli. Bimësia në tokë përzihet me të, por pastaj bëhet si bar i thatë, të cilin e shpërndan era. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse gjersot je treguar i kujdesshëm me mua një herë, që sot të tregohesh 1000 herë i kujdesshëm. Nuk mendoj se do të mos provosh pas kësaj bisede kaq të hapur. Një herë e pyetën sorrën: ç'ke që vjedh sapun? Ajo u përgjigj: e keqja është vesi. Unë po të them se sprova dhe tundimi është i ngulitur në natyrën time. Prandaj, mos u bëj nga shikët e dynjas. Mandej, dynjaja u zhduk, sa hap e mbyll syt. Robi i Zotit filloi të therras: o dynja, por askush nuk jo përgjigj. Ai uli kokën dhe tha: të falenderoj o Zot që më ndërgjegjësove për realitetin e kësaj bote.